Në Dibër në organizim të ambasadës të partë të fëmijëve me gjashi u mbajt konferencë lokale me temë roli i komunës në realizimin të drejtave të fëmijëve. Morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, përfaqësues të shkollave institucioneve kompetente në këtë sferë si dhe përfaqësues të sektorit të jo qeveritar. Në konferencë morën pjesë edhe kryetari i komunës së Dibrës, Sekuran Duka. Përfaqësuesi i ambasadës me gjashi Dragis Mianas mes tjerëve theksoi se roli i të rinjve dhe normalisht edhe i fëmijëve në vendimarrje në nivel lokal ka një domethënie shumë të madhe. Fëmijët edhe në nivel të komunës duhet të jenë aktiv në sferën e vendosjes me që ato kanë të garantuar edhe të drejtën me ligj, por edhe në konvente ndërkombëtare. Ata si fëmijë duhet të kenë trajtimin e drejtë si çdo banor tjetër dhe atyre duhet t'u plotësojnë të gjithë nevojat e para me ligj dhe konvencë. Dragis Mianas në konferencën lokale potencoi se me komunën e Dibrës, ambasada me gjashi ka një bashkëpunim shumë të mirë. Ai veçmas duhet traktuar problemin e migrimit të rinjve thai. Në këtë konferencë lokale, Shtois Mianas, pjesëmarrja në nivelin e duhur tregon se ka një angazhim maksimal për të plotësuar të drejtat e fëmijëve. Në hapjen e konferencës lokale, fjalë përshëndetëse pati edhe Kristina Vasiljevska, drejtoresh në qendrën për fëmijët me familje. Ajo tha se fëmijët duhet të kenë të gjitha drejta që u takojnë. Këtë aktivitet sipas saj ka një domethënie shumë të madhe me që vendosen për ardhmërinë në mënyrën e jetesës të fëmijëve dhe të rinjve. Në anketat të cilat janë realizuar në Dibër, Shtoj Vasiljevska thosë se të rinjtët duan më shumë hapësira të gjelbërta, kinema, lexim në biblioteka e të tjerë. Kryetari i Dibrës, Sekuran Duka, duke përshëndetur konferencën në fjalë, tha se pushteti vendor në Dibër gjithmonë ka respektuar të drejtat e fëmijëve. Janë realizuar shumë projekte për një jetë më të mirë të fëmijëve, tha ai. Duka shtoi se çerdhja në qytet të fëmijëve ka një nivel të lartë por kemi ndërtuar edhe një kënd të fëmijëve dhe normalisht ndërmerren aktivitete për përmirësimin e infrastrukturës në interes të fëmijëve. Komuna, tha ai, ka realizuar dhe të realizojë projekte të tjera në interes të fëmijëve. Në konferencën në fjalë pastaj me pikpamje të veta dha përfaqësuesi i Parlamentit të shkollës 28 nëntori Zog Fetahu. Konferenca vazhdoi me pjesëmarrje të komunës së Gostivarit, të cilët prezantuan pikpamjet e tyre se si komuna e Gostivarit e realizon të drejtat e tyre. Konferenca vazhdoi me trajnimin e temave që kanë të bëjnë me bullizmin, rëndësinë e inteligjencës emocionale dhe bashkëpunimi shkollë-fëmijë. Në fund të konferencës u mbajt të forume në panele si dhe trajnim që ka të bëjë me grupet e punës në krijimin e një komune të fëmijëve.